Nga Fieri na bashkohet fermeri Kosta Troka, i cili do të na jap detaje në raport me dëmët që janë shkaktuar pikërisht në këtë zonë. Kosta, të përshëndes, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Cili është dëmi që është shkaktuar në zonën tuaj dhe sa, nëse mund të llogarisni pak a shumë kështu, sa dëmë ju ka shkaktuar kjo përmbytje e këtyre ditëve të fundit që në fakt ka ardhur për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve të shiut, por ju ndoshta na tregoni më tepër edhe nga terreni, nëse edhe vetë institucionet kanë pasur një reagim në lidhje me këtë gjë duke ju ndihmuar apo gjithçka është ende në heshtje. Deri tani për ne çdo gjë është në heshtje. Neve si fermer kultivojmë lule shtrydhet në sera, dhe ky vit për neve, do me prurjet e këtij viti janë prurjet më të mëdha, duke llogaritur që na viti 1971, se lumi tani ka dalë rreth 4-5 herë, po si ky vit nuk ka dalë asnjëherë, po e them edhe një herë, është përmbytje e vitit 1971. Ne e ndjejmë të nevojshme se luleshtrydhja në sera është me një kosto shumë të lartë dhe dëmet janë shumë të konsiderueshme. Ne në këto çaste jo vetëm që jemi përmbytur keq, po nuk shikojmë asnjë të vi, edhe sikur të thotë ç'a bëhet. Përkundrazi, ne me forcat tona duke u marrë shkas ose duke mbledhur me njëri tjetrit, po themi pse s'vin këta njerëz, të pak në tonë, çfarë kini, ku jeni përmbytur, sa jeni dëmtuar, si jeni dëmtuar. Po gjerë tani çdo gjë është në heshtje. Çfarë reagimi keni marrë ju? Nuk ka askush nuk ka mbërritur në zonën tuaj, askush nuk ju ka dhënë përgjigje telefonatave tuaja? Për serat në luleshtrydhe asnjëri nuk na ka marrë e të na thot një fjalë. Kanë ardhur, vinë shumë anë kanaleve e thonë do bëjmë këtë, do bëjmë atë, ose po asnjëri drejt për drejt nga bujqësia, nga Ministria e Bujqësisë vit na thotë çfarë ka, çfarë kini, si jeni përmbytur, si janë bërë serat, ose si është puna në sera. Asnjë fare, asnjë llap. Dhe ne për këtë gjë jemi mbledhur edhe sot fermerët bashkë me një tjetrin dhe duam të paktën të dimë se ku jemi me këto përmbytje. Se unë zakonisht di për veten time, di hektar me afërsi, po e them këtë që janë përmbytur në zonën e Kafarajt, rreth 25 hektar ose 250 lym, mund të them më mirë kështu, po ama nuk dim se çfarë do bëhet me neve. Ju personalisht, sa është sipërfaqja që zotroni në sera? Unë kam rreth 1.5 hektar. 1.5 hektar? Do më them rreth 15 lym, që janë të mbytura nga ujtë. Të gjitha këto janë me luleshtrydhe? Po, të gjitha me luleshtrydhe, se unë faktikisht kam 25 lym, po 1 hektar kam këtu lartë, nuk ma ka kapur. Kurse pjesa tjetër, ma ka kapur ujë dhe sot po e lëshon po ikën. Çdo gjë është në zotrimin e ujit. Tani neve na duhet punë, investim tashti për këtë luleshtrydhe që na është mbytur. Se prodhimi jon llogaritet shumë thjesht. Në prodhimet që kemi ne tani, ky është prodhimi që ne duhet marrim për janarin, shkurtin deri në mars. Se luleshtrydhe sipas teknologjisë, se ne kemi shumë përvojë për luleshtrydhen. Tani është koha e luleshtrydhes për të vjerë. Ky sezon gjerë muaj mars, pasandaj fillon. Është periudha kohore ku ju I merrni dhe frytin, po themi në kontekstin e të ardhurave. Po sa është dëmi që mund të përdogaritet, nëse mund të flasim disi, pak a shumë se ndoshta konkret nuk e bëjmë dot, por shiko, çdo gjë ka llogaritjet e saj. Llogaritjet më të mirë dhe më të saktë bëhen atje brenda në serë. Sepse ne do fillojmë nga puna me kosto tashti, jo do lajmë luleshtrydhen, jo kokra të gjitha që sepse ato nuk dorojnë, ka dalë jashtë përdorimin. Nuk ka më, kanë thithur ujë dhe do kputen që të gjitha. Dhe në bazë kësaj duhet llogaritur sa duhet të jetë kostoja për 2 lym. Do nxjerr një kosto për 2 lym. Se tani në këto momente që jemi ne, është vjelja për 3 muajve, domethënë kjo luleshtrydhe që nxori këto ka frutin, ka lulet, ka kokra, është gjerë në muajin mars. Por nuk kemi ne pak a shumë një përdogaritje të vlerës, nuk dua që të jesh koncis, por për shembull me që jeni duke raportuar këtë problem, sa mund të shkoj plus minus?
dëgjoj mua, duke krahasuar edhe me vitet e mëparshme, duke krahasuar llogaritën për ndylym, mund të vej rreth unë llogarisë, sepse prandaj thash, ky është muaj që ne do vilim luleshtrydhet edhe ka kohë më të lartë, se luleshtrydhja tani e ka çmimin. Eksakt. Në këtë fazë. Kjo fazë llogaritet për mendimin tim mbi 2500 deri në 3 milion lekë të vjetra për dylym, ose 250.000 deri në 300.000 lekë për dylym. Për dylym. Ndërkohë që ju keni 15, më thatë, mbi 15. Po, ama një gjë është e sigurt. Nuk duhet bërë llogaritjet se si duhet i bëj unë, si fermer. Patjetër, po duhen bërë me komision. Por që është i dëm që ju rëndon. Të lutem, me qëndron në linjë se kam kënaqësinë të prezantoj në këtë çast edhe fermerin nga Berati, Alush Musta, si ne kam një komunikim të drejtë për drejtë. Musta, ju përshëndes, mirëmbrëma. Nuk e di nëse më dëgjon, në këtë çast jam në lidhje edhe me fermerin nga qyteti i Beratit. Musta, jemi së bashku, të përshëndes. Shëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kënaqësi të kem në program, ndërsa po diskutojmë pikërisht për dëmet e shkaktuara nga përmbytjet. Nëse ndalim në qytetin tuaj, edhe konkretisht tek prona juaj, tek investimi juaj, ju jeni një fermer që kryesisht kultivoni edhe mandarinën. Pra, ishte duke folur për luleshtrydhen në Fier, ndërkohë tek ju mandarina. Sa hektar keni dhe çfarë dëmi mund të përdogaritet tek kjo? Edhe ata çikët tonë janë, edhe të njëjtin hall kemi, unë kam 3 hektar mandarinë dhe eksportojnë në vite me mandarinën. Edhe dua të them të sikje shërbim kaq të fermerëve shqiptarë duke nisur tek investimet që bëhen në fermerëve ose blegtorëve. Po të ne në Hingë ka dalë është hera e tretë, por sot në datën 9 janar ka dalë më shumë. Edhe unë sot kam në gjendje jo më pak nga 1.000 kuintal mandarina në gjendje. Edhe është e pamund të futesh brenda te mandarina, se ka lënë shumë gjallë, edhe e pamundur që ta vjelësh. Edhe na kanë ardhur të lumi i parë, me të keqë, domethënë që të trashnuar ka emër atje, pa e parë se çfarë ka lënë lumi pas poja, dhe pa e ditur se ka problema e lartë edhe çfarë timi ka fermeri. Musta, ndërkohë, këto që shohim në pamje, gjithçka që shohim në pamje ka të bëjë me pronën tuaj, pra mandarinat të cilat kanë rënë në tokë dhe që janë dëmtuara. Po. E rikujtojmë edhe një herë, themi edhe një herë, lutem, sa është vlera që ju thatë, pra sasia më saktë, sa kuintale janë të dëmtuara? Sasia sot, unë shumë pak kam pytur, sot janë 1.000 kuintal në gjendje. Janë 1.500. Dhe jeni ende në këtë situatë. Keni marrë në një reagim të paktën në rastin tuaj? Reagimi është ka shtuar emrat, dhe nuk ka një komision nga drejtoria e Ministrisë të Vijë ta kontrollojnë, ose të shkarkojnë që më të apeshojnë edhe të ndurojnë numrin e bimës, si të gjithë botën, se ne kemi qenë edhe jashtë shtetit dhe kemi parë dhe drejtësisë si bëhen të punë, po tu nuk ka asnjë lloj drejtimi, asnjë lloj shqetësimi në bujqësi. Tu vetëm vinë edhe kënë në show, unë nuk e kuptoj një gjë të tillë si dalin në përshpirat, edhe dalin në për grupe dhe të grupët, edhe majnë fjalime dhe duke një përfolur, po realiteti duhet të vihet dora mbi plagën e fermerëve shqiptarë. Sa është dëmi që mund të përdogaritet tek ju në vlerë monetare? Mund ta bëjmë një llogaritje të tillë? Unë është jo më pak nga 80 milion lekë. 80 milion lekë të vjetra. Po. Çfarë do të bëni tani me këtë situatë, si do të reagoni? Çfarë do të bëni me këtë situatë tani, si do të veproni më tej me produktin tuaj? Është e pamundur, nuk do të
të veprojmë të se edhe pëtori nuk të përmend për lutë, në për bajtë. Është e pamundur, po në të goj dhe në i video të më dhe kam kërkuar, kam hedhur në video, edhe t'i shohin, do të të sarë vështira është ajo puna pjerë. Ne kemi marrë gjallë, mos ne fermerët e mandarinë të të darës, kemi punë miliona euro këti shtetë, dhe ky shtet nuk na ka parë. Që më thënë, na ka trajtuar, si të themun, si të huaj. Andaj, shleve bjerë këtuti, po ne jemi të detyruar të falimentojmë. Edhe si shqiptar, ne na vinë që këj vend, dhe duhem të punojmë fort në të vend, që na vinë që s'pun këj vend. Edhe kemi një jetë të tërë që punojmë për këtë. Dhe kemi bërë investime aq kolosale të ishim në një shtet tjetër, do na lavdëronin aq shumë, dhe do na mbanin në plem dorë, do na jep investime. Ndërkohë, Bota jep agregate, jep pa fund kuqe të vetë ose fermerëve. Ky dëm i shkaktuar ndaj jush në rastin tuaj këtë rast, është i shtrirë dhe të fermerët të tjerë? Në 8 parë. Se unë nuk jam as me një loj partije, as me një lojgje, unë jam njeri u punës, jam njeri me vizionet të larta. Nuk jam njeri të më dajnë që të shikojnë mapa. Absolutisht, rasti juaj nuk është politik, është rast një njeriu që individi që punon, kontribon, jo vetëm për familjen, por edhe për banor tjerë zonës, sepse ajo është punë zinxhir, nuk e vën diskutim fare. Dëmi është vetëm tek ju në këtë rast, pra në këtë ditë të përmbytjeve, apo shtrirët e banor të tjerë? Jo, nuk është vetëm të unë, nuk është vetëm të unë. Deme kanë edhe shumë të tjerë si unë, po unë jam më i prekur nga të tjerë se kam si përfaqe më të madhe. Qartë. Jam me i prekur nga të. Pra, askush nga institucionet, përfaqësues institucioneve nuk ka kontaktuar me ju, qoftë edhe nga bashkia apo nga ministria? Kanë ardhur, nga bashkia kanë ardhur, vetëm sa ka shnuar emrin. Po ai emrin e shnon tjetër viti i parë, dhe unë që jam viti 25, një lloj. Se unë e psova dhe vitin 2015, që isha i pari në listë, kishe me video, me foto, me të gjitha, edhe nuk morën as një lek, një lek ata që ishë në përkotë, nuk morën e që unë bytën. Qartë. Musa, të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje, uroj që të gjendet një zgjidhje, sepse padyshim është një punë kolosale e juaja dhe që kërkon vëmendje së pari, më pas vlerësinë dhe shpërblim. Mirë, ndërkohë po ndalem së paku edhe me zotin Troka, pikërisht për çështjen e luleshtrydheve në qytetin e Fierit. Kosta, jemi sërish së bashku, dua të pyes në raport edhe me fermerët e tjerë, duhet ta shoh edhe problemin pak më të gjerë. Pra njëjta gjë ndodh edhe me ta, edhe në një të formë nuk është marrë as lloj mase në lidhje edhe me fermerët e tjerë që janë në të njëjtën zonë me ju. Dëgjoj, ne jemi shumë të indigjuar nga ky fakt për arsye se problemi qëndron se asnjë nga qeveria, nga bashkia, por nuk ka ardhur të thotë çfarë është bërë në sera, të thotë një llaf se çfarë bëhet me punën në sera, ose sa e dëm është bërë, sa është përmbytur, nuk vjen njëri të thotë. Prandaj kjo na vjen më tepër, domen ekziston tek neve si një, po të thosh, nuk mos përfillje. Edhe ne jemi shumë të indigjuar për këtë, e thash edhe në fillim, se puna në sera është punë me shumë kosto të lartë. Serat nuk janë domate, nuk janë se secila ka të saj. Edhe kjo është e njëjta gjë te të gjithë fermerët, nuk është vetëm tek unë. Jo në përgjithësi, se nuk është rreth 15-20% është përmbytur, nuk janë përmbytur të gjitha luleshtrydhet, se një pjesë është nga autostradë e lartë. Ne po flasim gati 20 deri 25 hektar, ose 200 deri 250 lymë. Me mendimin tim, mund të jenë më pak, mund të jenë edhe më shumë. Unë nuk e di, sepse prandaj duhet do bërë një analizë të thellë, të shkojnë të vinë të fermerët e luleshtrydhes e të interesohen, sepse ndihma nga shteti është që na jepet një dorë. Kjo ka ndodhur vetëm një herë kur ishte kryeministër ky që sot Rama, na ka dhënë një dorë. Kurse kësaj radhe nuk po afrohet njëri na thot një llaf. Lutem, se është e rëndësishme që ta sqarojmë, se nuk dua që të krijoj as aludime, po për të qenë edhe transparent me gjitha që po na ndjekin në këtë çast.
Kjo është një rast, po themi që padyshim është i veçantë dhe përmbytje ka në disa zona. Pra pa dashur, po themi të bëjmë gjithmonë atakimin edhe sulmin ndaj institucionit. Po më herët keni patur ju prezencë të përfaqësuesve ndoshta edhe në raport me mbështetjen, subvencionet që u bën, së pari. Së dyti, ndoshta me pastrimet e kanaleve, të atyre cilat kanë krijuar këto bllokime, takime nga afër për të ndihmuar për të eksportuar ndoshta edhe produktin, apo keni qenë thuajse gjatë gjithë kohës në një formë inekzistente në prodhimin tuaj? E vërteta qëndron kështu. Neve jemi përmbytur mbi 4-5 herë. Do më thënë për vite, jo në një vit. Pra është situatë e përsëritur, po. Po pra, është situatë e përsëritur. Po ky vit është ndryshe nga vitet e tjerë. Po. Neve ne kemi patur një për krahen para 4-5 vjetësh, kur na ka dhënë një dorë, tha kryeministri do të jap një dorë, kur ishte kryeminist Rama, edhe na ndihmoi. Kurse 3 apo 4 herë tjera nuk ka pas asnjë interesim fare për përmbytje nga luleshtrydhja. Ora fare. Edhe këtë që thon do filloj të vlerësohen dëmtimet. Po si do vlerësohen dëmtimet? Kur të kalojnë një 10 ditë, pasi unë të kem bërë punën, sepse çdo gjë bëhet me llogaritje. Unë jam dëmtuar sot, duhet të vi komisiona, çka kanë nxjerrë një ekipa, vi ta verifikoj, jo të marrë fjalët e mia, që them unë, kjo është kaq, po të vi atje direkt të jetë prezent në punën që po bëj unë, e të vlerësohet luleshtrydhja. Sepse ne kemi provoj në luleshtrydhjen. Luleshtrydhja e këtij muaji, e kësaj përmbytje e këtyre ditëve, e sa për 3 muaj, nuk merret si mandarina, si portokallja ose si domatja që u bë kjo kokur. Ajo i ka lule, kokra të lidhura, kokra të pjekura dhe është produkt i gjitha këtyre 2-3 muajve. Edhe digjet për njerësh, nuk bën më zjen, çdo gjë zjen, është mbytur kapitullona. Ne tani do t'i pusim gjithë këtë e në mars do futemi në prill nëse do vi. Ne do bëjmë vetëm bimën, do heqim, do t'i zhdukim gjitha kokrat. Po ama nuk ka ardhur njëri të thotë, "Ora ç'a bëhet me meserat e luleshtrydhjes?" Të dalojmë te fjala jote. Kjo është ajo afrimiteti i shtetit ose mund të themi i bashkisë. Po s'po na pyet njëri, s'po na thot njëri një llaf. I nderuar, më lejo të vlerësoj që keni një punë të jashtëzakonshme, padyshim edhe shumë të lodhshme. Në fakt të gjitha profesionet kanë vështirësitë e veta, po e juaja është vërtet një ndër profesionet që ka më së tepërmi mund, edhe kjo duhet të vlerësohet. Së pari duke bërë një bilanc të situatës, unë uroj që të ketë një reagim pas kësaj. Dëgjova disa herë të thoni që kur ka qenë kryeministër Rama, zoti Rama vijon të jetë ende kryeministër dhe sot ministrat janë ndërruar. Të falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt. Faleminderit edhe unë. Përshëndetje nga unë edhe na vin mirë që na qëndroni krah. Sa herë që t'jetë nevojshme, ndërkohë të falenderoj, ne do të shkëputemi tani sepse kemi mbërritur në fund të programit edhe për ditën e sotme edhe këtë ditë premte, edhe pse mund të ishim trajtuar pak tema më të buta, por janë situata të cilat padyshim na bëjnë që të mos i neglizhojmë dhe të jemi pranë qytetarëve, gjithmonë siç kemi bërë që nga fillimi me këtë program. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fundjavë të qetë.